Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Me emrin Allahut gjithëmëshirshmit përshiplotit, të dashur miq, selamu alaikum, mirë se vini. Jemi bashkë në emisionin e radhës, jemi në njërin nga xhamiat më të vjetra apo më të mëdha në Istanbul, në xhamin e Sultan Ahmetit, në qendër të Istanbulit. Jemi në mesin e shumë njerëzve dhe prezenca jonë këtu në këtë mes, me gjithë të njerëz vizitor, do të na kujtoj një të mirë të Allahut Madhëshëm që Zoti na ka kriju të jetojmë në mes. Nëse i veshtroni njerëz këtu, do të gjeni që shumica janë të shoqëruar dhe zakonisht njeriu nuk jeton vetmi. Zakonisht njerëz kanë rreth. Është rrethi i parë, rrethi i dytë, rrethi i tretë e kështu me radhë. E rëndësishme është që gjithë njerëz kanë qef me jetu në mes. Dhe kjo është një mirësi e Allahut Azza wa Jall. Përpjekja me shërby njerëzve, përpjekja me nderu njerëzit, përpjekja me u bë hizmet njerëzve dhe mundu me i kënaq ata është njëra prej dyrëve me të cilën e synojmë arritjen të Zotit Madhëshëm. Mirë po, si që jemi mësuar në gjitha këto emisione, kjo e mirë, si gjitha të mira tjera që i kemi diskutu, e ka vijen, e ka limitin, dhe ka gjithër rrezikun që kjo e mirë, nëse nuk kihet parasysh synimi i Zotit në këtë mirë, dhe nëse nuk merret parasysh feja e Zotit në këtë dhunti, kjo dhunti shpeshherë mund të kaloj vijen e saj dhe mund të bëhet në një sprov apo në një mashtrim. Mashtrimi këtu ka të bëjë kur njeriu fillon me çdo kusht me bë përpjekje me i kënaq njerëzit, me i pajtu njerëzit dhe me shkel në parime. Me shkel pikës parin parimet e tij, me shkel vlerat, me shkel fen, e mbi të gjitha me shkel dashninë dhe kënaqësinë e Zotit. Jemi shumë të pajtimit që duhet të bëjmë përpjekje të kënaqim njerëzit, por kjo gjithherë të rujt parimin themelor. I kënaqim njerëz, mundohemi i pajtu njerëz, mundohemi i shërby njerëzve në soaza të asoj që Zoti është i kënaqur. Mirë po, nëse në një situatë pajtimi ose shërbimi njerëzimit, karshi njerëzimit, vjen ndesh apo thën ndonjë parim tonin fetar, apo ndonjë parim besimit ton, apo parimin e kënaqësisë së Allahut, atëherë në të vërtetë duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të jemi vigjilent në këtë pikë. Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "La takunu im'a." An taqulu in ahsana an-nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Mos u bëni lecka. Mos u bëni njerëz pa personalitet, pa karakter. E të thoni, nëse njerëz bojnë mirë, edhe unë bëj mirë. Po nëse njerëz bojnë keq, edhe unë bëj keq. Kjo nuk ka personalitet. Kjo është leckë. Kjo është katfrynera. Jo kësaj. In ahsana an-nas an tuhsinu. Nëse njerëz bojnë mirë, po edhe na bojna mirë. Wa in asa'u fala tadhalamu. Po nëse këta bojnë keq, na s'duhet më bëj keq. Sepse e mira, simbas nesh, nuk e përcaktojnë njerëz kriterin e të mirës. E mira, simbas besimit ton, nuk është një diçka që njerëz e përcaktojnë. E mira është ajo që Zoti e konsideron të mirë, që në shariatin e Zotit është e mirë. Dhe nëse njerëz qohen e bojnë një gjatë tillë, me dëshirë jemi me ta. Por nëse njerëz ngriten dhe bojnë një diçka të ndryshe, sigurisht që na nuk jemi me ta.
edhe automatikisht distancohemi. Kjo është njëra nga këto dhuntit që shpeshherë me të vërtet jemi të sprovuar me këtë dhunti, dhe shumë njerëz shpeshherë gënjejnë, rrajnë, bojnë shumë të këqija, thjesht me i bë mi relaksu njerëz, mi u bë shërbim njerëzve. Shpeshherë shumë të ri edhe një cigare m'ja u marru qefin me gjve. Shpeshherë njeriu pin një birë m'ja u bë qefin tjerëve. M'ja marru qefin familjes, m'ja marru qefin një miku e sene. Nëse marrimi qefit këtu është nëse azat fes, s'ka të lashe. Të lashe fillon atëherë kur ti po bën përpjekje me fitu knatësinë e njerëzve edhe pe hu knatësinë e Allahut madhnush. Qysh me dit, a jena të sprovum, as jem të sprovum. A jem në rrugë drejt, as jem në rrugë drejt. Qysh me dit që një njeri ka fillu mi kalu kufit, edhe thjesht e ka bo objektiv të veten, me i knas njerëz, sidomos rreth tij, pavarësisht se a paguhet me fakturë kjo, a i dhënohet Zoti, a shkelin parimet, a bëhet i ndershëm e kështu me radhë. Cilat janë simptomat, me të cilat kishim mujt me ditë a jem të sprovum, as jem të sprovum. E para prej tyre është kur njeriu merr ngjyrim varësisht prej njerëzve. Keni një çka parasysh. Çdo njeri ka karakterin e vet, ka personalitetin e vet. Nuk ka të keqe që mbrana këtij personaliteti të jemi elastik atë sa thjesht nuk na bën njerëz pa personalitet. Kriju personalitetin edhe mundohë me lëviz ato në soaza sa ty të arun ty karizmin tanë, identitetin tanë, personalitetin tanë. Por, të jemi njerëz pa personalitet. Nësë rrinë me hoxalar, burri mirë sa dush, lafet mira, muhabetet mira. Nësë rrinë me tri, shamje, ofendime, fjallë ndyta, fjallë tulta. Nësë rrinë me atë, dhe më thonë, bënd përpjekje mund gjyros, varësisht si mbash vendit, edhe këto konsideron që është një lloj përparësia, për një lloj fuqie për mju përshtat ambientit. Jo, ambientit i përshtatemi, asa në lejon karakteri, asa në lejon vlerat, asa në lejon Zoti madhnushëm. Kjo është smundja e parë. Pejgamberi alayhis salam thot inna sharra an-nasi dhul wajhaini alladhi yati min an-nasi allati yati ila haula'i biwajhin wa ila haula'i biwajh. Njeriu më i keq te Zoti është njeriu që i ka disa ftyra. Një ftyrë ka me të mirë, të mushet menja haxhi, burri mirë. Një ftyrë ka me të këqit, sigur karta i ka ftyrat. Do të thonë qysh ti vyna. Është me burrat mirë, e nxjerr kartën e mirë. Është me burrat lig, e nxjerr kartën e lig. Shumë ftyra. Njeriu më i keq te Zoti është njeriu i cili i ka disa ftyra, domethënë. Na gjithë e dim atë fjallën popullore që është fjallën jovë në popullin tonë, nuk nalen asnjëherë birat e gardit, fjallët e gardit. Nastradini ka dalë një ditë me djalin e tij dhe me vetë i kish marrë gomarin, edhe po ecin bashk. Në fillim, Nastradini po i thot djalit hyp në gomar. Edhe po po fillon po i nin njerëz të thonë marrë bre. Burri plak e ka qit djalin, ai vet po ec. Ky djali turp, mos me respektu babën, me lan me ec. Edhe po i nin Nastradini këto muhabete. Po i thot djalit zrëp, po hyp vet, djali peterjek devën, më falni gomarin. Po ec, po fillon me ndëgju njerëz të thonë torpi madh, burri plak u hyp në gomare, kalon djalin kam me ec. Edhe pe vran ky muhabet, po zbret i gomarit, po e thot djalit hajde me hyp bashkë dyt. Po hypin dyt gomar, edhe po ecin, po fillon me një muhabetet e njerëzve marrë madhe bre, s'po i vjen gjunapi i magarit, dy vet i kanë hyp, po dojnë menzi pe moj kanë komt. Edhe pe vran kjo po zhdrypin dyt. Edhe pianisin një gomar pe të rjekun dy vet. Ma vonë pe i thoi njerëz, qka puna këtune njerëzve, dy vete bojnë gomarin për shurzu, bili të shkon me hyp njëni. Me atras tuat se Nastradini dhej që tash i ngoj fjallët e njerëzve. Mirë po, në kulturën arabe është një fjallë shumë e madhe dhe besoj që është pjesë edhe kulturës tonë. Objektiva me i knas njerëz është objektive pa arretshme.
Për ata ka thonë një poet, e ka thonë shumë një muhabet mirë. Ka thonë më nëva me knash njerëz, po s'u rrita kur. Kur janë nisha me qesh, njerëz të më thëshin t'i shkon pak ma serioz. Kur janë nisha me kajt, më thëshin njerëz t'i shkon pak ma i relaksunve, veç po kanë, veç kiamet, veç vujt. Ja nisa me busqesh, më thëshin njerëz servel kjo, apshe kjo i busqesh ati, i busqesh ati. Ja nisa me hesht, më thëshin njerëz t'i shkon veç me full pak ma shumë. Ja nisa me full ma shumë, më thëshin njerëz t'i shkon me full pak ma pak. Ja nisa më buj urt, më sminguc njerëz, ja nisën me thonë njerëz pitu të ka, se t'i shkon pak ma azgen, thjesht kish reagu apo thjesht, dhe më thonë, nëse njeriu në jetën e ti synon me çdo kusht me arrit kënaqësinë e njerëzve, me të vërtetë është qasje e gabuar dhe përpjekja mund ngjyros, dhe më thonë, varësisht prej ambientit, nëse është ngjyrosje përtej kufive, përtej asoj që Zoti është i kënaqur, atëherë kemi të bëjmë jeni të mashtruar tepër. Allahu i madhueshëm në Kur'an thot, kur flet për munafikët e Medinës, e prek pikërisht këtë çështje. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Kur takojshin me musliman, thoshin na jena musliman. Kur takojshin me shejtan të çifutëve ose me ata kretë jahudive, i thoshin na jena me juve, se na veç po i përqeshin musliman. Allahu yastehzi'u bihim. Allahu do të përqeshet me ta. Allahu do t'i nënvlerësoj këta. Prandaj, kjo është ngjyrimi, përpjekja mund ngjyros me çdo ambient, me çdo grup, është përpjekje gabume, edhe atëherë kemi një personalitet që është një lloj lecke, ka trynera dhe shkon. Simptoma e dytë apo shenja e dytë e njeriu të mashtruar me këtë dhunti është kur njeriu bën shumë gjunohe, bën shumë mëkate. Sepse në momentin kur ti synon me i kënaq njerëz, është vështirë me i kënaq njerëz. Dhe dëshirat e njerëzve janë të ndryshme. Ndryshe kur punoj me Zotin, sepse Zoti ka dëshirat unike. Zoti ka dëshirat unike. Njerëz nuk i kanë dëshirat unike. Njëri ka dëshirë ti me rajt, njëri ka dëshirë mos me rajt. Njëri ka dëshirë ti me buzëqesh, domethënë dëshirat e njerëzve janë të ndryshme. Edhe përpjekja që mu pajtu me çdo kush me ta, është përpjekje e cila të bën ty me bosh shumë gjunohe. Sidomos në këtë aspekt është aspekti i gënjeshtës, aspekti i rënës që shpeshherë njerëz në muhabetet e tyre, në diskutimet e tyre, bëjnë gënjeshtra të mëdha për të arritur thjesht kënaqësinë apo admirimin e njerëzve. Hazreti Omeri radiallahu anhu thot, nuk e dua rënën edhe nëse ajo me ngrit. E dua besnikrinë dhe sinqeritetin edhe nëse ajo me ul. Ani pse sinqeriteti nuk e ul njeriu. Besnikria nuk e ul njeriu. Këto janë dy simptomat prej simptomave të njeriu i cili është mashtruar me aspektin e përpjekjes me i kënaq njerëz në kurrez apo në dëm të kënaqësisë Allahut azza wa jalla. Se atë pasojë. Nëse fillojmë me bu një jetë tillë, qysh ke muni? Smundja e parë që do të shfaqet neve është shkapërdherë dhe njët, jo stabilitet njët. Allahu thot, mudhabdhabina bejne dhalike, la ila haulai wa la ila haula. Allahu thot për munafik, janë në mes dy ujrave. As nuk është me këtë, as nuk është me këtë. Do më thonë njeriu që s'ka përkatësi tash po flasim. Shpeshherë jetë mes rrugës, sepse praktikisht nuk uon me asnjë grup. Këty në mënu me amaru qefin, këty në mënu me amaru qefin, këty në mënu me amaru qefin, edhe në fund ka met as me këta, as me ata, as me asnjërin. Dhe do më thonë njeriu i cili synon me i pajtu krejt njerëz, jetë i shkapërderdhun, jetë i zgjidhun, jetë do më thonë njeriu i cili me të vërtetë nuk ka përkatësi në asnjë grup. Çështja e dytë është çështja e humbë vlerën e vetvetes së tij. A dini vëllezër dhe motra pse humb vlerën? Sepse në besimin ton thuhet që njeriu ka
disa relacione në jetë, relacioni me Zotin, me njerëz, po ka një relacion me vetveten. Njeriu i cili del në jetë edhe angazhohet me relacionin e mendon veç relacionin e tij me të tjerë. Fillon me harru veten. Edhe imagjinoj çfarë ndodh. Tu bë përpjekje me i kënaq të tjerë e harron veten. Domethënë ti e mundu me i kënaq të tjerë, aty kur se kënaq vet. Sepse vetë fakti që ti ke punu për tjerë me çdo kusht, ti në situata të caktuara ke damtu vetveten ose e ke lëndu vetveten. Mos të harrojmë që parimore është njeriu me pas harmoni me vetveten, me pas paqe me vetveten. Për shembull, te ilustrojna me një shembull. Nëse ti në një situatë caktuar rran për më marrë çefin dikujt. Ti ja ke marrë çefin dikujt, është e vërtetë. Por e ke lëndu ndjenjen tonë sepse ndjenja jote dhe ndërgjegjja jote e din që duhet me rajt. Nëse ti për hir të një miku e ke boni haram, e ke boni mekat, ti ke mundësi për çat moment e ke kënaq mikun, por e ke lëndu vetveten sepse ti e din që çaja vepër nuk ban. Kjo është pasojë e dytë. Pasojë e tretë është e humbim mbështetjen apo afërsinë e Allahut madhnushëm. Hazreti Aisha transmeton hadithin e njoftën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men arda Allah bi sakhati an-nas kafahu Allahu an-nas. Kush e kënaq Zotin edhe bën përpjekje me çdo kusht me qenë besnik karshi kënaqësisë Zotit, ani pse hidhohen njerëz, Allahu do t'ja sjellë edhe kënaqësinë e njerëzve. Sepse hadithin e gjatë e dini, kur Allahu i thirr Xhibrilin e thotë unë du filanin, duj edhe ti. Kur Xhibrili i thirr banorët e qiellit, Zoti don filanin, duni ju të gjithë. Funi hadithit, pjesa e fundit hadithit, thumma yudau al-qabulu fil ard. Masi të do Zoti, masi Zoti i kënaqur me ta. Edhe me laqet janë të gjitha të kënaqur me ta. Pastaj zbret kjo në tokë. Për që ta përpjekja me fitu prestezh, me fitu admirimin e njerëzve, është gabim me kërku fiks direkt për njerëzve. Ajo në radhë parë kërkohet prej Zotit. A dini pse? Sepse Zotin ai ka mbulu me katet. Edhe nëse Zoti dën që njerëz mu lidh me ty edhe me dash ty, Zoti ti mlon metat. Unë po bëj një pyetje. A ka dikush prej nesh që s'ka të meta? Absolutisht, gjithë jemi të meta. Nëse Zoti dën që tjertë me na dasht, na i mbulon të metat. Po nëse Zoti dën që tjertë mos me na dasht, atëherë na i zbulon të metat. Për ata njëra prej gabimeve shumë të mëdha është që destinacioni për me kërku admirimin e njerëzve është para se me kërku të njerëz, duhet me kërku të Allahu i madhnushëm. Sepse Zoti e zbret pastaj kënaqësinë e tij, e zbret kënaqësinë e tij në tokë. Shumë shkurt shërimi. Sepse në fund gjithëherë po bëjmë përpjekje mu shëru, nëse jemi të sprovun, nëse deri në këtë shkallë vujna për me marrë admirimin e njerëzve dhe me hidhru Zotin, atëherë cili është shërimi. Allahu thot: "Wa yukhawifuna billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had." Allahu i madhnushëm thot, po të frigojnë, ata po i frigojnë me dikant pos Zotit. Po ato që Zoti e humb, s'ka kush mbot që ja gjen rrugën. Ato që Zoti e humb, s'ka kush që ja gjen rrugën. Këto është mirë me besu fuqishëm në një citat kuranor, në cilin Zoti i madhnushëm thot: "Elejsa Allahu bikafin abde." A nuk i mjafton robit Zoti i tij? Binduni, nëse arrim këtë muj me prek kënaqësinë e Zotit, me arrit afërsinë e Zotit, boni të bindun që na mjafton. Edhe rrjedhimisht do të vjen admirimi njerëzve, kënaqësia njerëzve, pajtimi njerëzve me ne. Sepse një poet ka thonë, çka ka gjetë ai njeri që e ka humb Zotin, dhe çka ka humb ai njeri që ka gjetë Zotin. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit shumë, mirë pash. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, i
Ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova. Se lumëturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumëturia s'ka mosh, dynja janë tretet. Ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja